Janë mbushur 5 muaj nga rrëmbimi i biznesmenit Geron Meçe. Prokuroria e posaçme SPAK ende nuk ka dalë në përfundimin se kush ishte grupi i çunave prej 4 veta që morën peng Geron Meçen në mes të Tiranës. Të 4 personat janë filmuar nga disa kënde të ndryshme nga kamerat e bizneseve aty afër dhe qartazi duken të jenë pa maska, vetëm me kapele në kokë. Fytyrat e tyre janë pothuajse të dallueshme plotësisht, por çuditërisht skuadra e çunave nuk është arritur të identifikohet qoftë nga informatorët e policisë së shtetit, por qoftë edhe nga informatorët e prokurorisë së posaçme dhe byros kombëtare të hetimit. Pse kaq vonesë për identifikimin e 4 njerëzve, imazhet e të cilëve janë kapur nga pamjet filmike dhe kush është njeriu që i mbron skuadrën me 4 persona që të mos arrestohet. Aq më tepër që mjeti luksoz Land Rover me targa AC121JJ që u përdor për marrjen peng të biznesmenit Geron Meçe është identifikuar si pronë e shoqërisë Merkaj 3 SHPK që administron Endri Merkaj. Kjo makinë përdorej nga bashkëshortja e këtij të fundit, e cila është marrë në pyetje në SPAK, duke treguar rrethanat e përdorjes së makinës dhe në çfarë cilësie kishte rënë mjeti në dorë të 4 personave që rrëmbyen më pas Geron Meçen. Por teksa makina është arritur të identifikohet se kush e përdor. Çuditërisht nuk janë identifikuar 4 personat që kanë përdorur mjetin në datën 12 gusht 2025 në Tiranë, me të cilin është marrë peng Geron Meçe. Për këtë ngjarje, SPAK më 15 dhjetor 2025 arrestoi dhe procedoi penalisht 8 persona, mes të cilëve shpalli në kërkim 2 biznesmenët, Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri. Sipas dosjes hetimore ishte 12 gushti 2025 në mëngjes, ora 10:30 kur Geron Meçe del nga shtëpia pasi më herët kishte kryer një telefonat pune. Makinën Hyundai e kishte të parkuar në anë të pallatit dhe teksa afrohej, një makinë Foristrade tipit Defender, ngjyrë zezë me fenelina policie, afrohet drejt tij. Geron Meçe i thërret një person i gjatë pa mjekër i veshur me uniformë ngjyrë blu, si edhe jelek ngjyrë të verdhë me mbishkrimin BKH, Byroja Kombëtare e Hetimit. Me këto detaje e nis rrëfimin e rrëmbimit të tij në një dëshmi të 22 shtatorit 2025 në prokurorinë e posaçme Geron Meçe, pronari i kompanisë Advanced Business Solutions ABS, si një nga personazhet kyçe të dosjes së SPAK për grupin e Ergys Agasit, të cilin e ka shpallur në kërkim për dyshimet mbi tenderat e akshit.